Okej, le ta nisim me njëherë. Sot do të flasim për diçka që t'jemi sinqert, shpesh anashkalohet tërësisht, por që është një armë sekrete absolute, vullnetarizmin. Për këdo që sapo ka mbaruar shkollën apo universitetin, tregu i punës është fjalë vërtet një fushë betejë. Të gjithë kërkojnë eksperiencë apo jo, por si fitohet ajo pa u punuar më parë? Është një paradoks total. Ndaj, duke u mbështetur në materialin burimor, vullnetarizmi, fuqia për të ndryshuar vendin tënd, sot do t'i ndryshojmë rregullat e lojës. Në vend që ta shohim punën e papaguar si një sakrificë të kohës së lirë, do ta trajtojmë si një lëvizje tepër strategjike për të katapultuar karrierën. Okej, le të thellohemi në këtë, sepse kjo thënie vërtet godet në shenjë dhe na jep drejtimin. E shifni, shpesh presim që ndryshimet e mëdha të vinë nga lart poshtë, si nga qeveritë apo korporatat gjigante. Por realiteti, rritja e vërtet, qoftë e një vendi apo e vetë karrierës së dikujt, fillon fiks nga njerëzit që marrin iniciativën, fillon nga ata individ që zgjedhin të veprojnë sot, pa pritur një çek në fund muajit. Dhe ja cili është plani ynë i lojës për këtë analizë. Së pari, do të shohim fuqinë e vullnetarizmit. Së dyti, ndërtimin e aftësive profesionale thelbësore. Së treti, forcimin e komunitetit të gjerë. Më pas do të bëjmë thyerjen e miteve të zakonshme mbi vullnetarizmin. Dhe, së fundmi, hapat praktik për nisjen e rrugëtimit vullnetar. Kalojmë te pjesa e parë. Fuqia e vullnetarizmit është shumë më shumë se thjesht kohë e lirë. Për ta hapur këtë siç duhet, le të sqarojmë diçka, sepse ka një keqkuptim vërtet të madh rreth kësaj teme. Shumë të rinj në fillimet e karrierës e nënvlerësojnë peshën e angazhimit qytetar. Shpesh mendohet se është diçka që bëhet vetëm kur ke kohë për të humbur ose që i përket vetëm bamirësisë tradicionale. Përshikoni për kufizimin. Është dhënia e kohës, energjisë dhe aftësive, pa pritur pagesë. Pra, kjo nuk është thjesht punë falas, absolutisht jo. Është një akt humanizmi dhe solidariteti thelbësor. Madje burime e përshkryen këtë si një demonstrim të mirëfill të patriotizmit në veprim. Të marrësh përgjegjësi për mjedisin rrethues është një nivel tjetër pjekurie. Pjesa e dytë. Ndërtimi i aftësive profesionale ose siç më pëlqen ta quaj përshpejtuesi i CV-s. Tani le të bëhemi shumë praktik për një moment. Si mundet një aplikant të dallohet kur një punëdhënës ka qindra CV identike mbi tavolinën? Pra pika thelbësore është kjo. Vullnetarizmi ndërton fiks ato cilësi që menaxherët kërkojnë dëshpërimisht tek çdo kandidat. Shikoni listën, rrit vetbesimin, zhvillon aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe leadershipi dhe mbi të gjitha ofron eksperiencë në botën reale. Në vend që të shkruhet thjesht kam aftësi leadershipi në një letër, tani ekziston mundësia të thuhet drejtova një ekip njerëzish në një projekt konkret. Është kalimi nga fjalët boshe në eksperiencë të vërtetë, të prekshme, dhe kjo e mbyll llojin në intervista. Pjesa e tretë, forcimi i komunitetit të gjerë. Si veprimet e vogla kanë një ndikim të jashtëzakonshëm. Sigurisht, zhvillimi i karrierës nuk ndodh i izoluar apo jo. Ndërkohë që një profesionist i ri rrit aftësitë e veta, shikoni ndikimin që ka te kjo listë. Këto janë grupet që mbështeten te puna vullnetare. Familjet e varfra, të moshuarit, fëmijët e deri te viktimat e fatkeqësive. Të mbështesësh këto shtresa të cenueshme vërtet e përshpejton zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e një vendi të tërë. Dhe nga ana profesionale, tregon inteligjencë emocionale dhe empati tepër të lartë. Këto soft skills, besojeni apo jo, janë treguesit absolut atij potenciali afatgjat për leadership që kërkon tregu. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer se si ka një mundësi absolutisht të përsosur për çdo. Shikoni pak fushën e fokusit. Por ata që e duan mjedisin, ka fushata pastrimi dhe mbjellje pemësh. Të pasionuarit pas sektorit social mund të ndihmojnë në qendra ose të mentorojnë të rinjt. Po për ata që adhurojnë logjistikën apo menaxhimin e rrezikut, përgjigjja ndaj krizave është terreni perfekt. Çfarëdo lloj interesi profesional të ekzistojë, aty jashtë gjenden një projekt që përshtatet mrekullisht për t'i dhënë vlerë reale çdo CV-je. Pjesa e katërt, thyerja e miteve të zakonshme mbi vullnetarizmin. Le të pastrojmë pak rrugën. E po me gjithë këto përfitime, pyetja vjen natyrshëm, pse nuk e bëjnë të gjithë? Këtu hyn në lojë justifikime dhe barjera të ndryshme. Miti i parë që burimi ju ndrëzon është klasika fare, kërkon shumë kohë. Është plotësisht e natyrshme të ndiheshim i ngarkuar me shkollën, provimet apo punët e ndryshme, por realiteti ndryshon tërësisht. Nuk po flasim për të mbyllur diku 40 orë në javë, edhe 2 apo 3 orë të pakta në muaj bëjnë një diferencë devijuese.
Në fakt, rekrutuesve u bën shumë më tepër përshtypje për kushtimi afatgjatë dhe i vazhdueshëm se sa një vrullorësh që mbaron shpejt. Pastaj kemi këtë mitin e dytë, ndjesia se një person nuk ndryshon asgjë. Është e lehtë të ndihesh sikur kontributi që jepet është thjesht një pikë ujë në oqean, veçanërisht para problemeve të mëdha. Megjithatë, realiteti e tregon qartë që çdo lëvizje e madhe e ka zanafillën te një njeri vetëm. Koncepti këtu është kalimi nga mikro në makro. Dikush merr iniciativën, bëhet shembull për t'u ndjekur dhe, e dini çfarë, përfundon duke frymzuar dhjetra të tjerë. Kështu fillon efekti zinxhir. Tani, ajo që është vërtet interesante rreth kësaj slajde është se si e përmbys plotësisht këtë mitin e fundit. Nuk fitoi asgjë nga kjo. Në fakt, ose më sakt, ky është ndoshta gabimi më fatal në të menduar. Nga një këndvështrimi pastër i karrierës fitohet pafundësisht. Nuk është thjesht krenari personale, është rrjetësimi mirëfillt profesional. Ndërtimi i lidhjeve, fitimi i respektit dhe puna në terren me profesionistë të tjerë janë shpesh çelësat e artë për ato vende pune që as nuk i shihni të reklamohen ndonjëherë online. Dhe ja ku jemi të pjesa e 5, nisja e rrugtimit vullnetar, plani i veprimit. Okej, koha për veprim konkret. Si fillon e gjitha kja? Burimi na jep 3 hapa super të thjesht për t'u nisur sot. Numër 1. Thjesht të gjeni një organizatë lokale ose një aktivitet që tashmë ekziston. Numër 2. Ofroni ndihmë aty afër, në një shkollë apo në vet lagjin ku jetohet. Dhe numër 3. Mblidhuni me disa miq për të nisur një projekt të vogël nga e para. Kaq. Nuk ka nevojë që gjithçka të jetë perfekte që në minutën e parë. Ideja është të hidhet hapi. Në këtë fushë, perfeksionizmi nuk duhet të bëhet kurrësi armiku i progresit. Le të kalojmë këtu dhe të shohim se si zhvillohet e gjitha kjo me një mendim jashtëzakonisht emocional nga burimi. Heroizmi nuk është gjithmonë diçka e madhe. Ndonjëherë është thjesht dhënia e kohës. E mahnitshme apo jo, një investim fare i vogël i kohës jep këtë kthim masiv prapa. Jo vetëm për të ngritur lart komunitetin, por për të ndërtuar themele të hekurta por një karrierë vërtet të suksesshme. Solidariteti nuk është kurrë me një kah. Ai i pasuron të gjithë ata që përfshihen në të. Dhe kështu arrim në një pyetje thelbësore. Si do të zgjedhin liderët e së nesërmes ta shpenzojnë kohën e tyre të lirë sot? Sepse e vërteta është që një kombi fort dhe një CV vërtet briljante nuk ndërtohen duke ndenjur duar kryq dhe duke pritur të ndodhë ndonjë mrekulli. Ato krijohen fiks nga ata njerëz që marrin hapa sot, që vendosin të veprojnë. Pra, cili do të jetë vendimi për ato orë të lirë pas diteje? Faleminderit që ndoqët këtë analizë dhe le të shërbejë kjo si shtysa e duhur për të filluar ndërtimin e asaj karriere dhe trashëgimie pikërisht sot.